Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpallur koalicionin ushtarak kundër karteleve të drogës, ndërsa nismësi janë bashkuar 17 vende të Amerikës Latine. Nisma më e fundit e shpallur në Florida synon luftën ndaj krimit organizuar, veçanërisht karteleve të drogës dhe grupeve të armatosura. Dhe natyrisht ky koalicion ushtarak i drejtuar nga SBA do të godasë edhe ato që konsiderohen si organizata apo mafia shqiptare. Këtë muaj ushtria amerikane nisi operacione të përbashkëta me Ekuadorin. Ekspertët thonë se grupet kolumbiane të trafikut dhe banda të dhunshme po eksportojnë sasi të mëdha kokaine nga atje në bashkëpunim me kartele nga Meksika, Shqipëria dhe vende të tjera, shkruan New York Times. Grupet shqiptare janë konsideruar si mjaft aktive në blerjen e sasive të kokainës nga Amerika Latine dhe më pas transportin e tyre përmes kontejnerëve drejt Europës, ku prioritet mbeten tregjet në Bashkimin Evropian. Raporti më i fundit i iniciativës globale kundër krimit organizuar tregon se grupet shqiptare kanë krijuar marrëdhënie të qëndrueshme blerje në Kolumbi, Peru dhe Bolivi dhe kanë bashkëpunëtor në Ekuador, Brazil, Paraguay, Uruguay dhe Republikën Dominikane. Ata zakonisht paguajnë paraprakisht gjysmën e kostos së transportit dhe bëhen garantues të pagesave falë rrjeteve të tyre në Europë. Prodhuesit lokali preferojnë sepse paguajnë shpejt dhe shmangin dhunën. Një artikull i Balkan Insight përshkruan se si grupe shqiptare blinin kokainë në zona të thella të Paraguayt dhe transportonin drejt porteve europiane, duke korruptuar punonjës të porteve dhe zyrtar ligjzbatues në Amerikën Latine dhe Europë. Në tetor 2025, Altin Tumani, i cili drejtonte SPAK-un, deklaronte për ekzistencën e 16 grupeve shqiptare, 10 prej të cilave ishin goditur në operacione të përbashkëta nga Prokuroria Speciale dhe vendet partnere. Në samitin e parë Shield of the Americas, të mbajtur të shtunën në Florida, presidenti Trump tha se një organizatë e re e vendeve të Amerikës Latine, të cilën ai e quajti America's Counter Cartel Coalition, do të përdor forcë ushtarake për të mposhtur grupet e trafikut të drogës. Duke folur në Trump National Doral Miami, resortin e tij të golfit pranë Miamit, Trump tha se koalicioni i ri ushtarak do të zhduk kartelët kriminal që po mundojnë në rajonin ton. Ai shtoi se ushtria amerikane po i godet tashmë këto grupe, po i godasim fort aty ku mundemi dhe do të veprojmë edhe më fuqishëm. Tha ai, duke u drejtuar liderëve të Amerikës Latine, Trump kërkoi ndihmën e tyre duke theksuar, duhet të na ndihmoni, thjesht na tregoni ku ndodhen. Samiti u mbajt në një kohë kur ushtria amerikane është e përfshirë në një luftë me Iranin që po përhapet në lindjen e mesme. Takimi mblodhi lider nga 12 vende të Amerikës Latine, së bashku me zyrtar të lartë të administratës Trump. Në total 17 vende të rajonit kanë planuar të bashkohen koalicionit. Zyrtarët amerikanë tha se grupi do të synojë në mënyrë agresive kartelet dhe krimin organizuar në të gjithë hemisferën perëndimore, një fokus qendror për Trump, i cili ka përqafuar një vizion për rivendosjen e dominimit amerikan në rajon përmes asaj që është quajtur doktrina Donroe. Samiti një ditor mblodhi disa nga aleatët më të fortë të Trump, si presidenti i Argjentinës Javier Milei dhe presidenti i El Salvadorit Nayib Bukele. Në takim morën pjesë gjithashtu liderët e Bolivis, Costa Ricës, Kilit, Republikës Dominikane, Ekuadorit, Guajanos, Hondurasit, Panamas, Paraguayt dhe Trinidad dhe Tobacos. Në samit morën pjesë edhe disa nga figurat kryesore të administratës Trump, përfshirë sekretarin e shtetit Marco Rubio, sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth, sekretarin e thesarit Scott Bessent, sekretarin e tregtisë Howard Lutnick dhe Stephen Miller, zëvendës shefi i stafit për politikën dhe këshilltar për sigurinë kombëtare dhe çështjet e brendshme. Administrata Trump tashmë ka vendosur burime ushtarake amerikane në Amerikën Latine në një shkallë që nuk është parë prej dekadash. Më shumë se një duzin grupe në Amerikën Latine dhe Karaibe janë shpallur organizata të huaja terroriste, shumica prej tyre gjatë mandatit të dytë të Trump. Gjatë vitit të fundit, administrata ka urdhëruar 44 sulme ushtarake ndaj anijeve në detin Karaibe dhe në pajësorin lindor, për cilat pretendon se transportonin drogë të paligjshme. Këto sulme kanë shkaktuar 150 viktima. Ekspertët ligjor kanë argumentuar se këto sulme janë të paligjshme, pasi ushtria nuk lejohet të godasë civil, edhe nëse ata dyshojnë për veprimtari kriminale. Në janar, ushtria amerikane sulmoi Caracasin për të larguar presidentin e Venezuelës Nicolás Maduro, i cili më pas u padit në një gjykatë federale amerikane për akuza të shumta për trafik droge. Në shkurt, inteligjenca amerikane ndihmoi autoritetet meksikane të lokalizonin një nga krerët më famkeq të kartelëve në rajon, Ruben ose Guerra Cervantes, i njohur si El Mencho. Në prag të samitit, zyrtarët amerikan publikuan një video që tregonte bombardimin e një kampi në zonat rurale të Ekuadorit dhe theksuan rolin e SBA-s në operacion. Më herët gjatë javës, Stephen Miller tha se forca ushtarake është mjeti i vetëm që mund të poshtë kartelet dhe se trafikantët duhet të trajtohen pa aq brutalisht dhe pa mëshirë sa grupe terroriste. Trump e quajti Meksikën epiqendrën e dhunës së karteleve dhe tha se kartelet e saj po nxisin dhe organizojnë një pjesë të madhe të gjakderdhjes dhe kaosit në këtë hemisfer.